Sot nuk është një epizod i zakonshëm. Sot nuk flasim për statistika. Flasim për histori që nuk tregohen lehtë, për dhimbje që fshihen pas dyerve të mbyllura dhe për gra që çdo ditë luftojnë për diçka që shumë prej nesh e marrin të mirëqen, jetën pa frikë. Në këtë epizod nuk do të dëgjoni vetëm fjalë, do të ndjeni realitetin. Sepse dhuna nuk është larg nesh, ajo është më afër se sa mendojmë. Sot në protagonist kam një grua që çdo ditë përballet me këtë realitet, sy me historitë më të rënda, por edhe me shpresën më të madhe. Me mua sot në protagonist është drejtoresha e qendrës për mirëqenien e gruas, zonja Ardita Bala. Ardita, mirë se erdhe. Nësist. Prej gjithë kësaj historia, apo më mirë të them, për te titullit si drejtoresh, çka fshihet pas punës cilën ti e kryen? Së pari një grua e cila bashkëndjen edhe e cila dëshiron t'i forcoj t'i jep zog grave tjera se së pari jam nan edhe gjyshe edhe dua që fëmijët e mi, nipat e mi të rriten në një vend pa dhunë, ku ato mund të mu shpreh edhe me folë edhe me me jetu lirshëm. Okay, puna të cilën e kryen, unë e biseduam edhe më herët, thash nuk ka të paguaj. Çfarë do çmimi t'jap, çfarë do pagë të ofrohet, thjesht nuk e paguan mjafton histori ti dëgjosh, edhe gjumin cilin po besoj nuk e bën çdo herë rahat. Një gjë, unë e këqyra onën pozitive. Ona pozitive është kur më dërgojnë mesazhe gratë, kur më shkruajnë, njëna dele para 2-3 ditëve. Qatë shumë të falenderoj, sot as motra jeme, as kur kush s'ka bo, sa ki bo ti për mu. Dhe e tash, qajo është qajo pjesa e mirë e anës tonë, pjesa e mirë e medaljes, ku ti jenë gjendje, me ndihmu dikujt në kohën asaj në më të keqe, kohën e më të vështirë. E që në atë një satisfakcion që jemi aty, që mundemi me ndihmu me përkra në qëfar do mënyre. A do thotë se zemra tu ka bu më fort? Shumë. Jena fuqizua dhe na si staf aty, sepse me të vërtetë është punë e vështirë. 24 orë me punu çdo ditë javë është, si të mos puna më e vështirë e më emocionale është gjatë festave. Është një ndjenjë që gjatë festave duhet më konë si familje, bajrandi të ri, pashkët edhe thjesht ti mos më konë aty me familjen, po që jemi na, shkojmë aty, punojmë, e mbarojmë baklave, në tortën, thjesht i jepin aty në një shpresë që do të bëhet mirë, më mirë. Thjesht ajo të ka bërë shpjetit. Shpjetit. Okej, më intereson që fillove aty me puno. Unë të një arsimtari gjyqëreshe që usë anglezë, si filluat, si hyt në këtë botë, kogja vështirë dhe kogja sfiduese. Fatmirësisht ka ndodhur gradualisht, edhe ndoshta në qajo mënyra, sepse edhe është një diçka që ju tregoj gjithëve kudo që shkojnë në tërë botën, se ishte International Rescue Committee, një psikologë gjej, e cila në dha materialin për me përkthy për pasuet e dhunës në shoqëri. Ti si përkthyse? Si përkthyse. Edhe fillova me përkthy materialin, edhe ty e punu, edhe na thanë, na duhet si edukatorë, dy qift me shku me ju folë në shkolla, në komunitet, e kena pasur atëherë edhe pjesën e jomi punojke me ishtuftarët e UÇK-s, vjen pa shku edhe me ta ku të shkoshin për me folë çfarë pasuje, sepse në kujtohet me një gru, me një fshat pa të thonë, buri, thali që burim ka re, a i kur gjithë po marë rrëmë në kara, kur në kare vjehari edhe kunati. Kështu që atëherë na u bazoshim në ato që pasuat më të mëdha të dhunës, përveç i grus, janë tek fëmijët. Edhe o bakon një statistikë shumë interesante për mu, se ke dhuna më shumë vëret gratë, se sa kanceri, smundjet të ndryshme biologjike, malaria, apo aksidentet e trafikut. Edhe kuriozisht grave, më shumë ka gjasa të vdesin gratë prej kancerit, prej dhunës së sa prej kancerit, ata jo që është e mundëm. Për shkak se pasuet e dhunës, janë shumë të mëdha edhe është global, janë emocionale,
janë psikologjike, janë shëndetësore, janë ekonomike, janë seksuale. Dhe më pas i rëtësëja, dërsa jemi konë pjesë të tënve, në vlibenitën e ka pa boni holëmtem shumë të rëndësishëm këtë regionin tonë, për dhunën para luftës, gjatë luftës edhe pas luftës. Plus e ka bo CDC-ja, Center for Disease and Control të Amerikës, që është një ndër institutet më të njohura atje, rreth asena se çka ka ndodhur, me dokumentu se çka ka ndodhur në Kosovë. Kështu që prej edukatorës mandena fillu më zgjeru, edhe hapja e strehimorës në vitin 2001 ndodhi prej nevojave të grave. Gratë fillun me ardhë edhe me thonë, po kena probleme, sepse problemet e shëndetit mendor fillojnë edhe traumat fillojnë në bas një ngjarje si që kena pretu në luftën. Edhe lufta janë nuk o kone shkurt, lufta janë nuk o në gatë. Të fillu prej viteve të 80-ta e sidomos e ka mbri kulminacionin në 89-ën, kur jemi zhvendos, kur në kanë vra, kur të qenë bash invazion, edhe e kanë ditë Amerikanët, e ka ditë tërë bota se shkenca thot që traumat edhe problemet e shëndetit mendor, sidomos rastet e dhunës, të gjitha llojeve të dhunës, kanë më rrit në periudhën pas luftës. Edhe kjo ka qenë arsyeja pse ata kanë investuar shumë këtë program, për me mujtë në kanë përgatit që për me mujtë na me qenë të në gjendje me punu me këto raste. Kam dëgju, mirë për duhet të dëgjoj nga ti, si duket qendra, si duket strehimorja, sepse nga të dëgjuarat thuhet se shumë mirë, kushtet janë fenomenale, absolutisht nuk është si shtëpinë tonë, mirë po për një strehim dhe për një largim apo për një mbrojtje, po thëmë prapë janë kushtet më të mira. Na përshkruaj me fjalë çfarë ndodha të gjitha ty jena prej personave të cilët kena një vullnet për me investu, për me pas një vend sa më të rahatshëm me qenë. Është shumë shumë se shtëpi, bile ndonjëherë se unë gjithmonë kam pas jetën banesë. Një banesë të cilën ka ble vjeri shumë para luftës, edhe është më e vjetër, e fëmija më gustin të ke, do me në marru dhe neve në shpijës të shimë. Ndashta se s'kom shtëpi edhe aty kena investu shumë. Përveç që shtëpi e ka një kopsht të mirë. Mbi kopsht kena bëdhe një kërkesë, kena një vend ku kemi bletet, ku kemi manuka, ku kemi mjedra, ku kemi boronica, oborin e kena me erzat të ndryshëm. Shtëpia është 4 kate, kati parë është reintegrim, dhe me thani kemi kretë kushtet për me muqë se ideja është që ngruja ka pretu që ka pretu. Ato së mundë me këzim raba. Atëherë prej ditës kur ajo ka artena, atëherë jemi vendosur të t'i ofrojmë diçka tjetër. Dhe me thani jam të gjitha kushtet ku ajo mundet mundi mirë, nana me fëmi. Jemi strehimorë regionale, dhe me thani strehim pekli 20 veçan, edhe në varësisht për rasteve, në ndonjëherë kemi edhe 15, ndonjëherë 5-6, sepse ideja është që gruaja vendos aty çka ajo do me bu me jetën e vetë. Më thonë, na jepim që atë mundësi, mënyrë që diçka që se ka pas kur, ma për para çka me vendos, atëherë ajo fuqizohet në gjithë mënyrë teknik. E keni strehimore në pjesën më të bukur qytetit, mirë po... Kam pak si kërret vendi. Sa është e sigur, pikërisht? Po, zakonisht pasi që qyteti është i vogël, nuk e tregojmë vendollje, është pjesë e qetë, është e mirë, është e sigurt për arsye se e kemi shumë në bashkëpunim të mirë me policinë, s'te ka ndodhur. Asnjëherë s'me ka ndodhur deri tash me pas ndonjë problem. Për shembull me burrat ose diçka ka ndodhur më përpara, erdhi një burr në Benezh vita që dika ka 12 ora, edhe po të mu taku me fëmijët e mi, me keni marrë fëmijët, unë i thashë zotëri, shkon qendër për punë sociale edhe unë ta bi familjen atje takot, se nuk është strehimorja vendi të për takime. Edhe jo, duhet fëmijët e mi që tash e kena një qenë, kena pas një qenë shumë të malë të sharet. Edhe veç ja kom qenë derën e qenit, ajo kon me të vërtet shumë, shkoj aj edhe mosër. Edhe që kështë. Okej, po më interesan, për me pranu një grua bashkë me fëmija, po një grua vetën, çfarë do qoftë, a ekzistojnë procedura për mu pranu në shtëpi, a kalon në fazë verifikimi, apo si ndo?
Kosova ka legjislacion shumë të mirë, e ka ligje përmbushje nga puna familje, po e ka dhe Konventin e Stambollit. Konventi e Stambollit dhe me thonë, është në ligje evropian për parandalje e mbrojtje nga dhuna familje, ku thotë që secila grua, me dokumenta pa dokumenta migrante të ndryshme, që ka nevojë për ushtrasje dhunës, ka nevojë për strehim, vjen të na. Po që ka ndollë, përveç legjislacionit që ka ndollë të gjitha rastet, të gjitha. Zakonisht e raportojnë rastin polici, në qendra për punë sociale, të këndrojësi viktimave, në spital, në qendra të njësisë familjare, ose në shkolla. Dhe me thonë, gjithmonë të na është një referus. Edhe qaj referusi 24 orë punojnë, vjen edhe në thotë, a ke një vend të lirë, se ka pas ndonjëherë dhe mos me pas vend të lirë, në pyç, policia ka vend të lirë, edhe mandena vjen të na, e bojmë kontratën e parë një mujtet, mandena shiqojmë sa ka nevojë me ndajt. Okej, nuk keni veç rastet dhunës familje, sepse kjo përmenet dështë mas shumë të. Çfarë raste zakonisht keni pranuar deri më tani në qendër, nëse himor? Të gjitha rastet. Duke nisur, për shembull, nëse ka qëllu një shtetase e huaj, ka qëllu, ka mbet keq në Kosovë, edhe policia ka thënë për 2 ditë, kemi rastet të trafikimit me qenie njerëzore, kur policia thotë na vynë derisa të ndodhin procedurat e intervistimit e gjëra tjera. Ato janë rastet të cilat i strehojnë për një periudhë shkurt, 2, 3, 4 ditë më shumë të. Kemi rastet të incestit, të cilat e kena pas një vajzë të re, kanë dhe shumë gjatë, rreth 2 vite e gjysmë, sepse thjesht s'ka pas nana as babë, vetëm vllaznit me cilën ka pas problem, edhe thjesht s'kena mujt ku me dërgu, derisa është reintegru, është pullsu, dhunë seksuale, dhunime, dhunë familje, dhe me thonë të gjitha rastet që ka të bëjnë me dhunën bazagjinore. Cila prej këtyre është më e vështira në aspektin e reintegrimit? Më e vështira është tek mosha më e re. Me thënë, varësisht sa të ndodhë. Sido që tjetë, nëse një grua 22-3 vjeqare, 25 vjeqare shkon martohet, edhe burri vetë fillon me ra, gjithmonë fillon me ra, edhe ty e fajsu, ti ki faj. Edhe ajo prap se prap e ka një jeshtë personalitet ma të ndërtum, edhe e shë, ndoshta i 1 vjet, ndoshta 5 vjet, ndoshta 7 vjet, pa e shë që dikur do më këput. Kur kjo i ndonë një thëmis, në me thonë 12, 13, vjeqare, 14, ajo është vetëm personalitet një formin, edhe asajna i vishë shumë akusha, për ato rasti është shumë atë rënda për mu. Sa ma e re është viktima, rasti është shumë i rëndë, edhe me punu, edhe si person. Okej, me qenë se ne kemi edhe sos qatin në Kosovë, fëmija, ka vetëm që vinë pa prindëve që ndrojnë gjatë aty, si është procedura për shkak se Po, na ka ndodhur me pas edhe fëmijë të komunës 5, për arsye se për shembull nëse fëmijët janë të ndan, nana ka shku, nuk i ka marrë fëmijët, kanë vetë me babën, edhe baba nuk ka qenë gjendje me kujdes. I kena pas 3 motra, edhe ato motra madhe ka raportu rastin, kanë det rreth 1-2-3 muaj tek na derisa i kena referu në soshat, sepse jemi strehimore për gra me fëmijë. Jo për fëmijë. Ato të më kanë strehimore specializuar. Po thjesht në raste kur ka nevojë, i strehojmë me fëmijët, po jo vetë. Okej, një grua me fëmijë, kur troket në derën tuaj, çfarë sheh në sytë të saj për herë parë? Unë du me pa ditën kur ajo del për atyhet, sepse na me bo fatën kur është tarë, edhe kur del është një dallim shumë i madh. Normal që momentet e para s'legoma shumë normal, mënyra e parë kur jena, sidomos kur ka fëmijë, edhe fëmijët e shkojnë për rreth, është në vend i huaj, vend i pa njoftur, nuk e din ku është, nuk e din pse është aty, nuk e din çka si ide është policia ta bjen e kryen procedurat e intervistimit, zakonisht me qendrën për punë sociale, edhe e çon në spital për ekzaminim. Se gjithmonë të na vjen raporti incidentit edhe raporti i spitalit, sepse na miremi edhe me medikamente, do me thonë, ja marrim barnat edhe krejt terapinë që është e nevojshme. Me thonë, edhe është kati parë, kur zyrja madhe ku aty vendosen, shkruan letra, shumë letra,
na do të mja lexu rregulloren tonë, na do të mi tregu se na për shka jemi aty për me ndihmu, jemi aty për me kërkra sa ku komendet, që ata ku shkojnë, edhe tani e marrim e qëmë, kena pas raste të ndryshme, dhe me thonë, edhe me durëthyme, komëthyme, kena pas raste kur djali ka rejnanen, e ka bërë për spital, është në pas operacionit e ka pru të na, kena pas raste të ndryshme, që me të vërtet e kena jemi familjar. Edhe shqyqorë, kur është dalë për atynit, ka një prakt, për shembull me ardhë, me na falenderu, sepse e ka kalu të na një kohë shumë, koha krisës. Edhe kur o forcu, atëherë e ka ditë sa me vlerë kanë qenë ato këshilla tona, kujdesi janë, kur është dashur me ushqy, ndoshta me luk. S'po di që se kisha përshkru në momentin kur ajo vjen, edhe që kur shkon për ato etapa, kur shkon në dhomë, e shë dhomën e vetë, shkon në banjo e merr pakon, çka duhet me pas, çka është e nevojshme, çka personale për ta. Edhe pjesa tjetër më e mirë është kur së vetëm, se si të shkon në kuzhinë, shkojnë vjedhen gra tjera, e njoftohen, e tani bisedojnë, ja hekim pakës, qështë. A ki ndonjë histori që siguri ki, që asnjëherë nuk tu ka heqë vëmendjes? Ka histori shumë të dhimbshme, shumë të dhimbshme, varësisht edhe ka histori për atyre se sa gatë rinë aty të na. Është historia e një gruje e cila thëjke gratë i fillojnë dhune fizike edhe mos me asibre, edhe mos me marrë edhe shumë. Në kare, të thjesht e ka si pjesë pranume të jetës, e pranojnë ato. Po thëjke i kisha problem kur natën vike edhe merke e mlidhke për pen në bajtë shpisë. Për shorti. Arsyeja, çka do qeftar, është i pit, ka fut pare, s'ka punu, është smutmia, është të ndryshme. Edhe merke gurun e lidhke me zingjir për pen, një rast më thonë qësh konë me barë edhe diçka i ka pa pengu buri, kishë gjujt në bunar, burujt e ka gjujt në bunar. Në rasti maj fundit, maj fresk këti është pse motra vetja kishë uru ditë lindjen djallit miqës, edhe kjo ka qenë foto. Hajde, në dhëmë tjetër, ndeshu edhe ja kishë njësë me rej me rëp. Me thonë, se nuk i ka tregu që ja ka uru ditë lindjen motrave, si ju kja, djallit miqës, po pse kjo në foto? Pse është në foto, pse ka publiku foto, motra edhe pse... Për djallin e miqës, familjar, po pse. Me thonë, arsye... Jonë më shpesh të këto gjelozit e shmembër ati shuaj? Apo, sepse ju i keni elaboruar sigurisht më thellë këtë ngjarje? Po, normal, dona në secil, nuk është Kosova vend i vetëmi, dhe me thonë tërë botën. Edhe statistika, studimet janë botë shumëta, sa herë një grupë shemë në Angli, e dura dhonën, edhe sa herë, edhe sa shpesh mëria, sa shpesh e raportojnë ata. Për jo është dalë në zakonisht studimet bëhen në Amerikë, 17 deri 20 herë është qaj numëri, që gruja sepse dhuna shkon si cikël, bile si në natyrë, mbidhen rreth ose rritet tensioni rritet kur buri veç fillon vjen për shtëpisë nervoz, janë nisë më gjyq sendet, i pengon gjithçka, edhe gruaja din që diçka ka më ndodh, mandena ndodh rrahje, zakonisht fizike, bashkë me ato emocionale, psikologjike, ty thonë ti je lop, ti s'din kur gjo, ti nuk je vlefshme, ti je budalli, se këto tjera. Edhe mandena është një farë si gjysmë djeli, ku ai i kërkon falje sot mo nuk do ta baj, në falë, në bedle që këtë rasti kur e ka rejtë për fotografi që e ka qitë, kur shkum të mbrësi viktimave me bisedu rrës rastit, sepse e përfasojnë edhe do të mja bardh urdhrin mbrojtës. Ka që qështu tha, në rejhem, të një pavduhemi, të një apetërejhemi. Me thënë, gratë ka përsojnë që cikël edhe në për gjitha vendet e botës 17-20 herë deri sa e din që kjo du të mund ndërprej. E të në Kosovë, sa durojnë gjatë?
Tash, që kjo është çfarë dallimi prej studimeve të cilat janë bërë në Kosovë, edhe grave të cilat domethënë, nëse një gru ka jetu 15-20 vjet, 7 vjet, ky rast i fundit ka 11 vjet me ta. Domethënë 11 vjet gati çdo javë ka kapituar në përçat cikli. Sepse na si shoqëri nuk jena shoqëri të cilat i mbrojnë për gratë, nuk jena përkrahëse. Në zakonisht në këto raste e akuzojmë, mas parti visim që ka bo. Edhe tash gruja e din që ato, që ajo ka mu gjyku për shoqërisë, ajo s'ka me pas përkrahe për familjes, ata s'ka përkrahe sepse s'ka punu, nuk ka kushte materiale, i ka smit e vegjel, edhe i këtë rast kjo akusit e nona e smit jo. E tash që tojnë gruja së tajt edhe kure pata vetat gruën kërë që ka rambunar, tash që ka ndolli? Tha fëmija, s'pata ku me shku, e lindat parin, dytin, tretin, edhe në bas një 30 vjetëve ka kërkundi. Edhe është ndafër e tina. Okej, isha ndalë tek pjesa e incestit. Me qenë se përmende edhe s'podi për Kosovë, ko me ndu që është kem tabu edhe se nuk ndodhin për shkak në shtat tradita edhe gjanave tjera që realisht ekzistojnë si popull. Ajo në shpesh të këtë raste edhe si edhe të rasti kush e raportoja apo u lajmëru vetë fëmija apo si? Nuk është hera parë, ne kena pasur shumë vite më përpara, prej migjës, prej vëllavit, prej babës, si çdo vend tjetër, ideja është që nuk folet për këto, nuk folet për këto raste, po ndodhen të gjitha rastet të cilat i kena pas, është një vend një kohë kur ajo e shet që nuk është në rregull, nuk duhet, tash kush është aty që i përkra, ndonjëherë ka ndodhur motra, ndonjëherë nana, dikush që i ka përkra për një kohë kur ajo ka vendosur me raportu rastin, edhe vjen si rastin të cilin e kena pas që kanë ndajtë të na, kanë për vllaut. Njëherë gjani miqës më ndena vllau, sepse gjatë luftës jo ndasë si familje, babën ja kanë vra, nana biologjike i ka lonë, i ka marrë një kru tjetër e cila ka qenë gruaja pare babës, edhe kështu ka shku me rallë, derisa nuk i ka lonë vllazën me motër nuk kom bashkë. Kur i kanë shku mas luftës në shtëpi, atëherë po duket ka mungu dhe ajo lidhje emocionale mes tyre, edhe mandena ka ndodhur incesti, edhe qendra për sociale ka sjellë të na deri në procesin e reintegrimit. Ajo çfarë është më e freskëta, kishim pak kohë më parë, ndoshta 1-2 javë jo më gjatë, rastin kur nëna me një pian ja pret fëmisë lishtat, shputat, dhe të tillë në gjendje të vështirë shëndetësore e lënë për javë të tëra në shtëpi, pa e lënë policinë absolutisht, por pa e dërguar edhe tek mjeku, ka raste të tilla në Kosovë dhe konkretisht ndodhin të raste ku familjet kanë probleme psiqike, psikologjike apo ndodhen edhe tek familjet normale. Sepse rasti si rast më duket abnormal. Zakonisht të ndodhin për shkak në familjet me probleme psiqike, edhe këta fëmijë ishin konë, që shenë dëgjova më përpara në strehimore, për me marë të drejtën prindore duhet gjykata. E tash unë që to nuk po e kuptoj që është gjykata në mos me marë të drejtën prindore me jaloni personit i cili ka probleme mendore. Në thonë, ata është dash pa tjetër më një herë smit me u marë edhe mos me liju. Kemi edhe në rastin, është një rast i tillë në komunën i Stogut, po komuna ka ndiku edhe ja ka marrë 2 fëmijë nanës, sepse nuk o konë gjendje më kujdes për ta. Çka ka ndodhur me gruan? O shku e ka bërë dhe një fëmijë me një person mandena, o dalë Kristina, ka shku edhe tash është me barë me një person tjetër. Ka si probleme, po më duket në sësin në qytet është edhe mekanizmi, ku me mbrojtje nga dhunat, edhe si pjesë mekanizmit që kemi diskutu këtë rast, sepse nuk është, në më thonë, gruaja është vajza e re, gruaja është e re, edhe 2 fëmijë kanë marrë, tash është e butë 4-ten.
Dhe thjesht nëse shoqërinë këtë raste duhet me intervenu shumë më përpara, mos me leju më ardh tek kjo që ka ndodhur në Lipjan. Okej, në Lipjan është akuzuar mjaft shumë edhe qendra apo punë sociale për shkak të mos kujdesit fëmijëve apo kryerjes punës ashtu si duhet. Në Kosovë, në Pejnë konkretisht, Na kena bashkëpunimi me shumë bashkëpunim, po prapë mendoj se në nivel të Kosovës duhet me dha shumë rëndësi edhe qendra punëtorëve social, sepse kanë probleme. Kanë shumë punë për pakës persona. Me thonë, one së paku edhe 5 deri 10 punëtor tjerë sociali kisha punësu, edhe për me mujt ata me kry punën e vetë, me pas vetura, me pas zyre, me pas kushtet më të mira, sepse kemi nevojë për punëtor social. Punëtori social në unë jam konë në Itali, në Francë, kur punëtori social ta ka marrë fëmin, ose ka marrë një përsipër, as prokurori, as gjyqtari nuk ju ka kundërshtu. Me thonë, është shumë e rëndësi me pas një qendër për punë sociale të fortë, me shumë punëtor, kena nevojë për ta, është shumë e rëndësi me bashkëpunu. Na bashkëpunojmë në bazë ditore, me qendër për punë sociale, me policinë, me mbrojtësit e viktimave, për arsye se ata institucione edhe duhet me ditë se ata e fuqizojnë gruan, ata na fuqizojnë neve. Pa institucione të forta, Kosova s'mundet asgjë me bo. Kemi nevojë shumë për shëndetin mendor. Që kjo të është ndonjëherë ministria s'po jep kompetencat, i ka bo nivel lokal, shëndeti mendor, qendrat të shëndetit mendor janë me Ministrinë e Shëndetësisë, po nuk ka fonde. Në Pej është një neuropsikiatër dhe një psikologe klinike. Kena nevojë për shumë, ndoshta edhe 4-5 të tillë. Ky e ditë trendin e shëndetit mendor i cili po sillet në Kosovë. Okej, a ka raste apo a ka gra bashkë me fëmijë që realisht shenjat e para të depresionit, ankthit, stresit i shfaqin edhe tek qendra juaj? Po patjetër. Dhuna nuk është epizod i vetëm. Tam ajo ndodh shpesh. Ajo është traumë multiple. Nëse një trauma është kur neve në ndodhë diçka, për shembull jemi të bisedu që tu, edhe ndodhë partnermeti, ndodhë diçka, ose vjen dikush të aksident ose çka do, ajo është një traumë. Dhuna është shpesh, sa ajo ndodhë brenda muaji 2-3 herë. Me thonë, ato ndodhin, ajo gru ka probleme shumë, të mëdha të shëndetit mendor, të depresionit, të ankthit, neve në ndodhin në qafën gjysnatës, i duket që dikush pe ka përfyti, trafurat e zemrës, nuk është mirë, është e shqetësume, edhe normal që kjo është pjesë e traumave të përjetuara. A je personi i parë që thrasin ty, a e den të bënu 24/7? 24/7, telefoni, policia, sidomos kur kanë probleme me vajza të mitura, ose për shembull kanë probleme çështë është në kohë një gru nga Prizreni, probleme shëndetin mendor dhe ka qenë në Malzi, edhe mandena këta e kanë gjetë në Pej, në gjysmë natës, çka mi bo? Ardhita ta bëjmë të jo. Bjerën e, derisa vjen qendra për punë sociale Prizrenit të merë, edhe a tha vonu një 4-5 ditë, erdhe në more, se ne i pëlqej shumë që more janë. Me ushqynë, zetë, mirë, edhe shkojnë Prizren me ta shumë mirë. Mas 3 ditë bështarë në Pej, ka thënë policisë, po do me shku prapë së i more. Okej, Kemi edhe rastë tilla. Okej, me qenë se reintegrimi gruas ndodhet përmes kurseve të ndryshme, aktiviteteve që keni, që ndodhë me fëmijë që janë bashkë me nana në këtë qendër, ata vazhdojnë shkollimin apo reintegrimi ndodhë brenda qendrës? Kemi edhe marrëveshje me dekan për me ardhur mësuesat e na, po nëse fëmia nuk është i rrezikuar, ja vazhdon shkollën. Me thënë, për cili do bën që është, e kemi shkollën, ku fëmia shkon shkollë, na i ndihmojmë me detyra, kemi 2 psikologe, një sociologe, punëtore social, dhe më thonë kemi stafin e trajnuar. Okej, sa ju ka ndodhur që të rinë më zgjati një grua dhe cili është vendimi apo cili është momenti kur ajo vendos që të largohet prej qendrës dhe të vazhdon jetën e saj? Ideja se nuk është mirë për familje, sidomos kur gruaja ka fëmijë, mendej tek na për shkak se aty vjen raste të ndryshme. Për shembull, që tash e kena pasur gati 5 muaj një gru me 3 fëmijë, edhe fëmijët 16, 15 dhe diçka që shtu,
çdo dytën, tretën ditë na vjen në një rast tjetër. E që kjo është ajo që nuk është shumë mirë se vajzat e shohin, edhe apo sidomos djalit që ka po ndodhur, çka i ka ndodhur asena, edhe pse na i sugjerojmë gruas të mbijetuarës mos me fol për rastin, po ajo është e pashmangshme se ata fillojnë me fol, edhe ideja është që fëmijët, ata të cilët e shohin dhunën, në kujtohet një burë, pajtu me gruan, po shkon tash, edhe tha u zdi që ka pat gruaja jeme, ta baba gjithmonë e rekenonën, e shukatke dhe u pajtoshin. Që kjo është ajo ideja, që nëse mbi 70% vjent në familje, ku mësu prej fëmijës të dhunën, e vazhdojnë, e bojnë që ata, e vajzat, i kena pas dy vajza, dy raste të reja të cilat janë si fëmijë me nanën, e tash janë viktima të dhunës, për arsye se vajzat e lypin rolin model, e lypin një djalë i cili është qasi si baba vetë. A jemi si shoqëri a vita të rëdishëm për këtë realitet që pëndodhë dhe që sot e shpjegon këtë podcast? Po më duke që jo fakt, jo sa duhet. Në zakonisht, edhe si popull, kena nevoj ose dëshirë lajme të këqia më shpënda. Edhe kjo është diçka që në ndolë gati shumë shpesh në për familjet edhe nuk jena kreatën me që të ullemi, folemi, edhe komunikimin e kena problem. Thjesht na nuk e mësojmë komunikimin, asë në familje, asë në shkolla, që për një problem, unë e ti du të më unë të avëllin edhe me foj. Që ato e shotes se cili rast. A ndodhë që gjykohet më tepër ndoshta viktima se sa dhunuesi? Shumicën rasteve, 90% të rasteve. Kjo është për shkak të mentalitetit. Për shkak të mentalitetit. Jena frirur me fajsu viktimën. A ke pas bërjar frikë për jetën tënde apo të stafit për shkak të rasteve shumë të ndryshme që i pranon qendër? Kena pas një burë e cili o konë vaj hëtënus edhe zakonisht kërë konë koha e verës e merë ke grunë me familje me qunë bjeshk se u duke më kujtjes për dhenë të këto edhe kjo. Kjo gruja vendosi mësë më shku mua. O shtarë në shtarë dika të ka marë si prilë, kjo do i thjenë maj me qu. Edhe a i shumë agresiv edhe shkon në sëbe, shkon polici. Tek e fund o shku të vjeri jenë, i njerë edhe shkoj një ditë të buri në ordinancë. Edhe a i pa vjen, ju ka kërcnu atina. Se ideja atina o konë që unë s'pjallë o grunë. Mi shku, a i do i kemi shu në pjesh. Edhe pa vjen buri, a i si në psikiatër sa qërë dite. Tha, kus të kom përzim punën konde. Po dje që a i ka letra. Dhe më të nështë smutë me letra, ka pas skizofreni, edhe tha vjen dë vratë edhe nuk gjenë gjo. Po, ndashta prej ndjenjes që jena aty për më ndihmu dikujna. Edhe që ajo është diçka që edhe shumicën e rasteve këta persona sulmojnë aty ku është butë, aty ku munden. Jo nëse për shembull gruaja i ka 7 vllazën, ose gruaja është e fortë, ose gruaja nuk mundet, po aty ku ato sepse dhuna shkon si në fund në shtrinit. Edhe thasha jo, s'ka që ka me mbo. Edhe Pikërisht të ty Shandal, a ke marrë ndonjëherë kërcënime të drejta? Kena marrë kërcënime, bile o ban njëni në vizit edhe asë bre kishë pru armën me veti. Për në qatë mënyrën që qërë unë jam marrë në armë, po ndashta ose mosha o konë me re, dhe s'kena pasur për të nuk e kishë matë frikën. Nëse të ndryshoj një ditë në brenda natës, që ka të bëjë me këtë punën që sot t'je kryjnë dhe rëfanat e tila, cili do të shtaj? Që do të kishë mbëshua në shpanjë legislacionin tonë, ligjet tonë? Mendjen në njerëzve, për shkak se një jam nanë, e kam edhe gjallin dhe vajsen. Të gjithve ju kisha dhanë me dije që ta që të dytë janë të barabartë. Nëse na punojmë edhe shumë parandalim, se kemi fillu në parandalim, dhe më thonë, puna janë o konë parandalimit, tek për jemi nisë në 2001 me strehim. Edhe vjetë ishim një shkollë në pesë edhe po bisedojmë 16 ditë të aktivitete, 25 nëntore dhe 10 jetore, për që ta lidhunën, aty e kemi ligjin e pronësisit e gjitha këto, edhe vajzat ishin kjo vitin e kalumë. Dhe më thënë,
25. Vajzat ishin 14-15 vjeçare, edhe po thojmë, nana na ka thonë, ju kërni në shkollën edhe shkoni të burrat e ju. Më thënë, na ende i edukojmë fëmijët tanë, vajzat tona që shtëpia, toka, është djalit, hisja e vajza duhet me shku të burri. Kjo është, që ta i kisha ndryshu, se cilës bëllë mi thonë që si vajza, si djalin, koshin 5 vajza në 2 djemë, nuk konë barabartë. Kjo është shumë rëndësi për neve. A ka një ngjarje të pa imagjinueshme, të pa perceptueshme që e ke të gju nga gratë që ende o sot është pa dëshirë me ndave? Ka shumë. Për mu se cili rast është i pa imagjinueshëm, se cili rast e dhunës. Të gjitha të vrajnë emocionalisht, unë isha ato vajzat, e kena një gruje cila baba, burri asnjëherë se ka pranu fëmin, as për spitalit asnjëherë nuk është shku, e kena grun i moshën 65 vjeçare, të na, 2 ditë mbasi që është ardhë, jemi shku, kemi rregullu për pension, mënyrën që ka përjetu dhunë çdo ditë, bile rastin kur e ka raportu, i kam pa komentet e njerëzve të cilat, sepse së cilë rast e raporton policia, jo dhunimet apo incestet, po dhunas tjera. Edhe ata i kishin marrë në portalet, me mbjemen, çka ka ndodhur, edhe komentet janë kohën shumë banale, kur i kam lexu, se gruaja është ne e dim gjendjen e saj. Edhe pse ka përjetu, pse ka duru qatë shumë. Në faktikisht ajo ka duru se për fëmijën e vet, vajzën e vet, e tash vajza është ajo e të cilja ka raportu policin, mbasi që nana i ka tregu se çka po i ndodh çdo ditë asajna, komentet janë, unë shumë besoj në ata që duhet me ndi në vetë apo që thonë me hesën këpucat e sajna për me mujtë me përkrah, me pa që se ka letë. Gruaja kohën më të vështirë, ku ajo vendos me raportu, para mendoj jeton 20 vjet, 30 vjet me dikon që tash do me shku me qunë polici, për shkak se ju ka bot tepër, jo për shkak se ka pas mirë. Ok, a ka raste kur për shkak të dhunës, për shkak të rrethanave të caktuara, përfundan edhe raste me fatalitet? Fatkeqësisht, këto rastet ku vrahen gratë, ato ende jo në pjesën e mujt mjajtit, në pjesën ku zdojnë me besu, me këput ciklin. Rasti i vrasjeve në pej që ka ndodhë, është që ajo nuk do me raportu, për që ato vrahen. Që ato është që sepse na shkojmë edhe folim në ndukim, mi të regu që aty do të më këput, ajo i besan që ajo ka me ndërshu, ajo besan që përse e danë ata, ajo besan që për hatër thmive, ajo besan që ajo s'ka me mujt pa ta, edhe që aty ndodhin vrasjet edhe përfundan jeta në viktimës. Okej, këto raste që kanë ndodhur në viteve të fundit nuk kanë qenë të pakta. Ka prej atyre që kanë qenë qendër, kanë kaluar natë në qendër edhe kanë vazhdu prapë me vëruse? Jo me fatalitet. Okej, çfarë do t'i thojë një gruaje që po përjeton dhunë dhe ka frikë të plas? Ka besoj shumë të tilla që po na shikojnë të çasta. E di që ka shumë gra të cilat përjetojnë dhunë edhe nuk dhe me folë. Une vetëm e kisha qitë që ta që ajo do të me mendu për fëmijën. Kjo ndodhë, gruaja thotë, jo du me folë për fëmijën, se asipre. Po vetëm dije që ti i bën dëm fëmijës, sepse dëmi më i madh i fëmijës është se përjeton në dhunë edhe ty e panatën. Ty e pananën e vetë ty ure. S'munden me kuptu sa më rëndësi është që një fëmijë duhet morit. Do shta edhe pa kushte shumë të mira, po morit i qetë. Pse që kishtë. Rastit të cilët e patën djali i nanës. Se besdurova edhe një herë, edhe këtë herë, për shkak se fëmija e përjeton shumë randë, edhe pasuat e fëmija jo shumë të mëdha. Kështu që kush do që dëgjon, vetëm për hatër fëmijës duhet me shput ciklin e dhunës. Një mesazh për burrat. Për burra, ata nuk janë në gjendje, tash po them. Studime thonë që burrat janë konë vetë viktimat të dhunës.
edhe për që ata e bojnë. Bashkë për që ata, pëse ata e kam përjetu, nuk duhet me bota, për shkak të familjes vetë, për shkak të fëmijëve të vetë. Edhe Krisht shoqëria është pjesë e asajna nëse është e dhunshme për shkak të dhunës familje. Kjo beson që përsëritet për cilët gjenerate. Dhunë dërën brëznore është ajo që thuit e bërë. Kjo është edhe arsyeja pse jepin shumë parë në për gjithë botën. Amerika thot një vrasje i kushton shumë grus për shkak se gruaja e viktime dhunës nuk shkon punë, duhet me marrë orë të lira, ditë të lira, është pacient në spital, ka barna, nuk e ka përqendrimin tek puna, tek fëmijët. Me thënë, kjo shkon shumë i kushton si familje, si shoqërisë, rastet të dhunës, kur ato munden me parandalim, mu rregullu. Ardita, ju keni qendra realisht e ka publikuar një libër me storjet më të ndjeshme që keni ballafaquar si qendër. Apo na tregon çka përmbon ky libër konkretisht? Janë ona me ta dërgu, mbasi e kena elektronike, do njëherë thjesht me lexu nga një ngjarje, janë 30 ngjarje të ndryshme, edhe janë të ndame, lloje të ndryshme të dhunës. Ne ka frymëzu një kroate, e cila erdhte na edhe i kishte bë maskat, e kishte ku në streamore në Kroaci, edhe kishte bë ka një maskë se cilis gëru, edhe i kishte qitë maskën e gërus, edhe rastin të cilën i ka ndodhur. Po na si bonëm maskat, po e bonëm të ngjarjen me lloje të ndryshme, janë të ndjeshme rastet, të ndryshme rastet të cilet thjesht në mirë dhe fjalët në po më i me gjetë për me shpjegu se çka ka krejt në atë libër. Okej, është qendra më e mira e mundshme ajo që ti dëshiron të jetë kjo qendra që realisht jetë të veçë. A ka diçka që i mungon kësaj qendrave? Normalisht bëjmë apel tek kushdo që ka mundësi me ndihmu, pse jo ta përkrah këtë qendër, sepse me vërtet është jetike për shumë gra dhe shumë fëmijë që duajnë të merret e asaj çfarë ndodh me. Na kena problemi është që na tek fundet po përfundojnë. Me thënë, kontratën e kena deri me 30 prill. Me 30 prill na përfundon buxheti. Dhe me thënë, maj, gjithmonë është problem maji ose pjesa tjetër. Çka do të ndodhë në maj, sepse nuk është shkaku i ndryshimit qeverisë, jena konë me Ministrinë e Drejtësisë, tash jena me Ministrinë e Familjes, do të me ndryshu kodet, do të më bo thirrja zgjatë, besoj që qeveria do të na gjenë, shkaku që mos më mbyllë do të gjenë një farë mënyre, derisa të kryjë këto procedurën. Po, kemi fonde, kemi mundësi, jepin të donatorë të ndryshëm, po zakonisht në parandalim, në reintegrim, në aktivitetet të ndryshme, për shkak se ata mendojnë që çështja e financimit të streamores ju ka i takon qeverisë edhe komunave. Po besoj që ka une po dashuroj, ma shumë është që gratë me pas ma shumë fuqi për më reintegru sa më mirë, tani kena pas edhe bashkëpunim me organizata tjera, bashkëpunim me qendra për rastësim profesional, ku ato marrin licenca, certifikata, për me mujtë të mu punësu, me ecë për para. E tash edhe një statistik tjetër, psikologë thonë, nëse ki përjetu dhunë 5 vjetë, të vëjnë edhe 5 vite tjera, punë me psikolog, po psikiatër për më rikësty. E tash na vëgaritet, 6 mujdet, 4 mujdet, 5 mujdet, sa jemi aty. E unë me dëshirë, i kisha dhonë ma shumë kohë deri sa ato të gjitha i kishin të i kalu ato traumat të cilat që kem prjetu. Një të gjë është edhe për këta që përin Big Brother, izolimin që e kanë për shkak presionit psikologjik, sepse dhe ajo është një farë dhunë psikologjike, reintegrimi si pas statistikave duhet që s'paku i pas sajnat nevojit të 3-4 vjetë me më këthy në gjendjen çfarë që qenë. Folëm për gjëra shumë të ndihshme, gjëra storje që realisht prekin çdo zemër, çdo shpirt, çdo person që me të vërtet e din çka u dhimbja. E kisha përfunduar me një storje të suksesit që
ka dalë prej qendrës, një grua e cila ka marrë veten edhe ka vazhdu jetën e saj në mënyrën më të mirë të mundshme. Kemi edhe si raste. Kemi jo shumë, nëse I kena 120 raste në vjetë, 80 për ty me ekzemprat të burat, edhe jo të gjithë e vazhdojnë ciklin e dhunës, sepse burat kur e shohin që ka institucione të shumta, mirën vesh pak ma letë. Po ka prej atyne të cilët nuk dojnë më kësy, edhe vazhdojnë jetën. Kena shumë raste ku gruaja banes me qira, bete kemi raste edhe ku edhe komuna Pejës, ju ndihmon në qira, jo atë shumë sa komuna Prishtinës, e dini që ka vitet e fundit komuna Prishtinës të cilit rast të dhunës ja ka 500 euro në muaj, kishim pas qef edhe në Pejë, më konë që ashtu, po nejse komuna Prishtinës buxhetin më të madh, po kemi raste ku ajo del, pagun qiran, e ndihmon edhe për shumë individ për me pagu qiran, punësohet, fëmijët shkojnë në shkollë, edhe nuk e ka marrë presionin emocional. E burrat ndryshojnë. Ka dhe burrat të cilët ndryshojnë. Për shkak të familjes, edhe sepse donë më konë me familjen e vetë, e për atyre të cilët nuk dojnë me ndryshu, atëre mbet jetën. Okej, Dita, biseduam ja, besoj që ka shumë çka për të diskutuar, nëse ke diçka me shtu për fond që është mirë të specifikohet në këtë podcast që po besoj sot është shikuar mjaft shumë nga audienca, çfarë do të shtoje për fund kësaj bisede? Që ka shumë e rëndësi për gruan është me besu asaj edhe me përkrah. Kjo ndihmon shumë me ty qatë ciklin e dhunës, sepse nëse I beson dikush edhe me bisedu. Shoqënia është në kujto kohët aty, motra, nëna, shoqja, I ndihmon me t'i kalu atë pjesën e traumave. Falenderoj ty që naftove, më bisedove, më bisedum pakës për një temë që s'është shumë e folme, po e për e krejtë shoqërinë tonë. Faleminderit prej teje që ndove këtë histori, dëshirojmë shumë sukses, ju bëj thirrje gjithë atyre që kanë mundësi me ndihmu qendrën, pse jo t'i përkrojnë në një institucion I cili realisht është jetik për shumë gra edhe shumë fëmijë cilët e gjejnë strehimin në një vend siç është qendra që në udhëheqën e Dita. Faleminderit nga zemra, dëshiroj punë të mbarë edhe uroj dhe shpresoj që rastet e tilla të jenë sa më të pakta. Uroj dhe shpresoj që qendra që në të udhëheq të jetë një ditë me zero banor. Faleminderit. Ishte Ardita Bola nga qendra për mirëqenien e gruas në Pejë, një epizod shumë I ndjeshëm, një epizod që përjetova kogja emocionalisht vështirë, po besoj po vrem edhe nga ngjyra e fytyrës edhe nga mot. Po besoj e njëjta ka reflektuar edhe tek ju, ka reflektuar tek shumë burra që e kanë shoqën e jetës afër edhe mos veprojnë në atë mënyrë spaku për hir të fëmijëve, për hatër të fëmijëve. Kjo ishte tëra për sonte. Bashkë miropafshim në episodin e ardhshëm.